Një punëtor ndërtimi quajtur Rimi po punonte kur pa një autobus shkolle plot me fëmijë që humbi kontrollin dhe po shkonte drejt një gremine. Ai vrapoi sa mundi dhe theu drejtarin e pasme për të hyrë brenda. Shoferi ishte pa ndjenjë, kështu që Rimi kapi timonin e ktheu autobusin larg gremines, por u përplas pas një muri betoni. Trupi i Rimit mori gjithë goditin. Ju thye shpina, por të 10 fëmijët mbijetuan. Në spital doktori i tha dashurisë së Rimit Lizës, ai mund të mos ecë kurrë dhe mund të mos punojë më kurrë. Liza përshpëriti, nuk mund ta bëj këtë, jam shumë e re për të kujdesur për dikë si ai. Kur Rimi u zgjua, Liza ishte zhdukur. Ajo kishte lënë një shënim ku thoshte se i duhej një burrë që mund të siguronte për të ardhmen e saj. Rimi nuk kishte tjetër familje, tani ishte krejtësisht vetëm. Kaluan muaj në qendrën e rehabilitimit, fëmijët i dërguan karta dhe vizatime, por ai ishte shumë i dëshpëruar për t'i parë ato. Terapia ishte e dhimbshme dhe ai donte të hiqte dorë. Një ditë një infermiere solli një vizitore. Ishte Emma, një vajzë 8 vjeçare nga autobusi. Zoti Rimi, të solla diçka. Ajo i dha një vizatim të një burri me krah ëngjëlli. Ky je ti je ëngjëlli im. Rimi tundi konkin. Emma, unë as nuk mund të ec. Emma u ngjit në karrocën e tij. Mami thotë se ëngjët nuk kanë nevojë për këmbë për të fluturuar. Atë ditë Rimi më në fund hapi kartolinat nga fëmijët. Në çdo vizatim ai ishte një hero, një ëngjëll, një gjigant. Për ta ai nuk ishte i thyrë, ai ishte shpëtimtari i tyre. Rimi gjeti shpresën përsëri. Ai punoi shumë në terapi, jo për të ecur, por për të qenë mjaft i fortë për të jetuar. Mësoi të pikturonte dhe filloi të shiste artin e tij. Ai krijoi një fondacion për të ndihmuar heronj të tjerë të paralizuar. 3 vjet më vonë, Rimi mbajti një fjalim në një ngjarje. Më pas u shfaq Liza. Rimi, bëra një gabim. Ti je i famshëm tani, i respektuar, i suksesshëm. A mund ta provojmë përsëri? Rimi e shikoi me qetësi. Burri që lë pas vdiq në një aksident autobusi. Burri që është këtu tani u rindërtua nga 10 fëmijë dhe mirësia të panjohurve. Liza u largua, duke kuptuar se e kishte humbur përgjithmonë. 6 muaj më vonë Rimi u martua me Saren, një terapiste e sjellshme, e cila e donte për atë që ishte, jo për atë që mund të jepte. Ndonjëherë mund të humbasësh gjithçka për të zbuluar atë që vlen vërtet të kesh. Komento më poshtë nëse pajtohesh. Zoti bekoft.